Rastet e krimit në familje mbeten një nga problemet me cilat përballet shoqëria shqiptare. Avokatja Drita Agaj në intervistë për Blu Televizion ka analizuar faktorët që ndikojnë në këtë fenomen, të lidhura kryesisht me figurën e mashkullit në familje dhe kërkesën në rritje të partnerëve. Problemet e krimit në familje prekin edhe moshat e reja, pra familjet e reja. Një problematikë e tillë haset edhe në familjet ku pasuria ndikon në marrëdhënie. Edhe në Vlorë këto raste nuk kanë munguar. Atëherë, këtë do ta marrim në dy aspekte. Në aspektin e patriarkalizmit të figurës mashkullore, që mendon që ai është i pari, do bëhet si çdo ai dhe nuk tërheq mendimin e partneres. Pra, ka të bëjë me konceptet e psikologjisë së gardhit të mashkullit shqiptar. Së dyti, ndonjëherë ka të bëjë me teprimin e figurës femërore, sepse duke mos e dashur tamam partnerin e saj nga ana shpirtërore dhe ta pranoj ashtu si kundër është, kërkesat i ka shumë të mëdha. Shikojnë shoqet, kërkojnë një jetë më luksoze, kanë kërkesa të formës dhe jo të përmbajtjes që të futen në punë dhe të mbështesin njëri tjetrin. Është edhe për moshat e reja, kryesisht, por është edhe për moshat e familjeve që burrat janë pasuruar së tepërmi dhe krijojnë ato krizat e marrëdhënieve në çift, sepse ndonjëherë meshkujt spekulojnë në jetën jashtë familjes, në pirje, në marrëdhënie të dyta, etj. Kurse femrat në këtë moshë shtojnë kujdesin ndaj fëmijëve dhe ndaj familjes dhe janë diskordanca që duhet një psikologji dhe një formim i tërë edukativ dhe kultural për t'u përmirësuar. Rastet e krimit në familje mbeten një nga problemet me cilat përballet shoqëria shqiptare. Avokatja Drita Agaj në intervistë për Blu Televizion ka analizuar faktorët që ndikojnë në këtë fenomen, të lidhura kryesisht me figurën e mashkullit në familje dhe kërkesën në rritje të partnerëve. Problemet e krimit në familje prekin edhe moshat e reja, pra familjet e reja. Një problematikë e tillë haset edhe në familjet ku pasuria ndikon në marrëdhënie. Edhe në Vlorë këto raste nuk kanë munguar. Sinkron. Problematikat me cilat përballen sot shoqëria shqiptare janë të shumta, mes të cilave edhe problematikat që lidhen me krimin brenda familjes, apo edhe grindjet që çojnë më pas edhe deri në divorc të çifteve.